Ditën e djeshme ish banorja e Big Brother VIP Albania 4, Loredana Brati, festoi ditëlindjen. Lidhja e koklavitur e dashurisë me Jos Markun mori vëmendje nga publiku i gjerë. Në rrjetet sociale, Loredana ndau me ndjekësit e saj fotografi nga festa e ditëlindjes, ku u shfaq e rrethuar nga miq familjar dhe një atmosferë festive. Por ajo që u vure nga ndjekësit ishte mungesa e Josit, gjë që nxiti menjëherë spekulime për një ftohje apo ndarje mes çiftit. Për të shtuar më shumë kuriozitet, asnjë koment nga ana e Josit nuk u vure gjatë ditës. Megjithatë, ai theu heshtjen me një postim të shkurtër por domethënës në rrjetet sociale, ku shkroi: "Urime ditëlindja", i shoqëruar me një emoji yll. Ky gest sado i vogël u interpretua nga fansat si një konfirmim që lidhja e tyre vazhdon dhe se mes tyre ka ende respekt dhe ndjenjë. Reagimi i Josit është komentuar gjërësisht në rrjetet sociale, me ndjekës që shpresojnë se kjo mungesë në festë ishte vetëm një rrethanë kalimtare dhe jo një shenjë një krize në çift. Por momentin as Loredana dhe as Josi nuk kanë bërë asnjë deklaratë drejt për drejt mbi statusin e marrëdhënies së tyre, por një gjë është e qartë: çdo lëvizje e tyre vazhdon të jetë nën lupën e publikut.